Kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci ka inspektuar punimet që po zhvillohen për rikonstruksionin e shkollës Tring Smajli në Grud, njësi administrative Rethina. Ndërhyrja parashikon përmirësimin e ambienteve të shkollës dhe krijimin e kushteve më të mira për nxënësit dhe stafin pedagogjik. Kemi ardhur për të bërë një inspektim për një investim të bashkisë lidhe me rikonstruksionin e shkollës dhe disa probleme, edhe me drejtorin e shërbimeve Jozefin. Punimet janë të vazhdueshme prej disa kohësh, punohet vetëm për këndin sportiv, për tualetet e reja që ishte një mrekulli që u bën. Tualetet kanë qenë komplet pak se sukshme nga shkolla. Po, pak se sukshme, gjithmonë nga jashtë edhe nga jashtë dhe fute. Kështu që kena normale, kështu që kjo është tualetet e reja dhe një lidhje komplet. Tualetet për kopshtin. Tualetet për kopshtin, për mësuesat, për vajza, për djemë të ndara, çdo gjë bashkëkohore. Po kështu kemi bërë komplet edhe rekonstruksionin e gjitha klasave. Të gjitha klasave, të gjitha, domethënë stukime, savatime, lyerje, pa dallime të gjitha klasave. Komuniteti e ka prit me shumë entuziazëm dhe kjo shihet më tepër tek rrjedhja e fëmijëve, domethënë tek kthimet, sepse ne kemi pas rrjedhje të fëmijëve që ra një numër shumë i vogël i fëmijëve duke u larguar fëmijët nga shkolla, se shkolla ishte në gjendje të mjerueshme. Dhe tani kemi një kthim të vazhdueshëm brenda 2 javë, vetëm këto 2 javët e fundit 14 fëmijë është gati një klasë që janë kthyer nga shkollat e Shkodrës. Nga shkollat private, nga shkollat e Shkodrës. Janë kthyer. Krahas rikonstruksionit të godinës, pjesë e investimit është edhe ndërtimi një këndi të ri sportiv. Hapësira e re do të jetë në shërbim jo vetëm të nxënësve, por edhe të komunitetit të zonës, duke krijuar mundësi për zhvillimin e aktiviteteve sportive. Pjesa kryesore, po them, investimi kryesor përveç gjithë rregullimit të shkollës, është palestra dhe këndi sportiv. Ne këtu, Jozef, kemi tani... Gjëja më mirë është që mund të përmendim më që këndi sportiv mund të përdoret edhe për komunitetin që është pjesë e komunës rrethina që është në komunët më të mëdha në Shqipëri. Është fusha futbollit, është tenisi, është basketbolli, kështu që i ngulon gjitha edhe për komunitetin mazite. Është ndërhyr gjithkund me xhama, me lyrje, me tualete, me kënd sportiv, me fusha, me shtrimin e oborrit me pllaka. Është bërë një punë shumë e madhe, akoma nuk ka përfunduar, por kur përfundoj do të shihet mrekulli. Deri nga data 14, që fillon shkolla, ne ku do jemi? Pjesa përpara shkollës, edhe pjesa brenda shkollës, besoj do jetë kuti ditën e parë shkollës. Ta ka premtuar pastaj mund të jetë Jozefi që e mbaron. Edhe këta firma, edhe firmës që provojnë. Ndërsa pjesa mbrapa edhe pse vazhdon edhe pak, s'është problem. Premtimi është me hap me 14 shtator. Me 14 do ishte mrekulli. Por besoj se do hapet gjitha, edhe kanë sportive, edhe shkolla. Megjithatë kjo është një ndërhyrje e jashtëzakonshme, domethënë për Grudën e gjithë ky ambient sportiv është mendoj një ndërhyrje shumë. Kam 26 vite që punoj këtu. Edhe e kam pas ëndër që të ishte këtë ndryrë kjo. Punimet në shkollën Tring Smajli janë pjesë e investimeve që po realizohen për përmirësimin e infrastrukturës arsimore dhe sportive në territorin e Bashkisë Shkodër.